Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Flet gjithkohon për koherencën, Egli nuk e mbajti fjalën e dhënë. Rrëfimi I jetës së Lart Vasilit, I cili zbuloi një ngjarje tragjike nga fëmijëria e tij, shokoi jo pak opinionin publik. Ai tha se në moshën 9 vjeçare ishte përdhunuar nga një komshi, gjë kjo që u vë në dyshim nga Egli dhe gjesti. Egli u shpreh që në përballjen që ajo kishte me Laertin, nëse do ta humbte dhe nuk do të shkonte direkt në finale, do të largohej menjëherë nga shtëpia dhe këtë gjë do ta kërkonte gjatë prajmit. Egli, konkurrentja që flet gjatë gjithë kohës për koherencën, nuk e mbajti fjalën e dhënë. Ajo nuk u largua gjatë prajmit dhe madje as nuk e vuri në diskutim fare këtë temë. Qëndroi në shtëpi edhe pse nuk fitoi përballë Laertit.